sot kemi përshitje këtë Range Rover Velar të 2018-ës. Kjo është versioni P380 me 3000 supercharged, me 380 kuaj, edhe është versioni R dinamik që është pak më sportiv, më agresiv se i thjeshti. Velari si model është ndërmjet sportit dhe vogut të madhit, po për mendimin tim është më i bukur se të dy. Kjo ka disjet 21, gomat i ka Pirelli, të katërta, te Velari Range Rover nxorri për të parë këto door handles flash që hapen. Normal me Let's Go për t'i mbyll, e shtyp edhe futet mrena, shumë e bukur. Pjesën lart e ka të zezë, është panoramike, kurse vetë që makina është me këtë ngjyrën gri, shumë e bukur. Versioni R dinamik e ka dhe mrapa kolbin më agresiv, ka dhe këtë difuzorin këtu, dy marmitat. Ta shohim dhe bagazhin me që jemi këtu. Është me kamerë parkimi mrapa, normalisht bagazhi elektrik. Këtu ka hapësirë për të shtri sedilet për ta bë edhe më të modhe. Është makinë shumë e bukur, shumë dizajn i bukur. Sipas kësaj edhe versionet e reja që dolën, te kjo u bazuan se ishte shumë e bukur, po kjo e ka të masin si jo shumë e madhe pas e vogël, se edhe voku në ri e kanë bëhet ngjashme me këtë, po është pak më i vogël ai. Ky është motori 3 mish V6 supercharged. Në këtë rast ka 380 kuaj fuqi edhe 450 Nm tork. Shumë motor i mirë, i përdor modele të ndryshme të grupit Jaguar Land Rover. Është i fuqishëm, përgjigjet direkt edhe zhurmën e ka të bukur. Ta shohim edhe interiorin. Tash gjëja e parë që më bë përshtypje më këtu te ky interiori është këto bokset Meridian Sound. Shumë buka, kanë edhe shumë audio të mirë. Është me sedile me memorie, elektrike me lambar support. Ka këtë pjesën këtu, shumë e bukur. Nuk është plastike, është si gominë e butë, jo e fortë, me 206.000 km. Kamin e ka ZF 8 marsh me plus minusat me pedal shifters timon, me lane keep assist, me distronic, sedilet shumë të rehatshme, ka me këto pjesët Alcantara këtej, elektrike, me lambar support, me ngroje, ka terrain response, amortizator Meyer ngren e ul sa dush, po e vendos me settings ndryshme për bor, për balt, për gura, si dush. Kami në ZF 8 marsh, panoramike, panoramë të madhe, hapë mbyll komplet. Klimën me dy zona, ka hill descent control, edhe këtë klimës e ka bukur, ku ke temperaturën, kur e shtyp, ke sedilen me ngroje, kur e shtyp kthehet prapë temperatura. Shumë e lezetshme. Edhe mrapa është shumë e pastër, ka këto air ventat, i ka pjesën mrapa të sedileve, e ka elektrike, që e lëviz, e ul kështu, e ke si dush. Këto bokset Meridian Sound shumë pastra këtu. Harruam për përmen para që është me blind spot. Kush është interesuar për këtë Velar, numrin e ka këtu poshtë, është edhe me ndrim, po me makina 2019 e lartë. Ju uroj gjithë mirat, mirupafshim.